Kush e ka financu luftën e UÇK-s edhe i ka ble armatimet? Diaspora. Kush e ka rindërtu Kosovën mas luftës? S'ka fjalë, diaspora. Në rast se ti e toll mërgatën për 4-5 vite në për studio televizive, atëherë ata qohen para ditës zgjedhjeve edhe me aeroplana, vetura, autobusa, edhe sikur Apache vinë edhe e shkaktojnë një rezultat çfarë është shkaktu. Vazhdojnë edhe sot kontestohet fitoria, so ka qenë fitore e sinqertë dhe korrekte për shkak votave të diasporës. Pej njerëzve që krijojnë opinion, ju dini si zume për men amra, po për njerëz që krijojnë opinion, e kanë qitë në hamendësim, nashta pak edhe në peshorën se sa është fitore reale edhe sinqertë. A ka qenë fitoria reale dhe sinqertë 50% ose pas të një so po shkoni s'pëdijet, s'ta shemur të edhe një mandat ekstra, me votat e diasporës. Vallaj. E di si vot keshët, por që kjo është realiteti, zoti Veci. Edhe unë kom qef një folë s'to fjallë që veç kalujnë anjen edhe nuk i trajton kërkush. Për mu ka do thot një pikpamje ose koncept i ri fitore sinqert. Fitore o fitore. Do thot e para. E dyta... Kontestojnë. Po këto do thot janë një kategori që janë kujdestar të kontestimit, të akuzave dhe mendoj që i kanë kontribuar mos madhe këtij rezultati. Përveç partive politike, studiot caktuar televizive, edhe të ashtu quajtur disa gazetarë, analist, i kanë kontribuar kësaj fitores me 50%. Gazetarët, pra po merrem me gazetarë, zoti Peci? Jena me drejt kategoria ma kështu po na ngutsin, si për të kesh fajt gazetarë, për të mirë gazetarë. Jo bre, kur them do thot disa, do thot unë kam parasysh që ka gazetarë të mirë, ka edhe analist mirë. Po dhe ka prej tyre që shkaktojnë vetëm neveri edhe mos durim qytetare, të cilët kanë tentu minimu opozitës e veç dëmi kanë bo. Jemi bindur për këto për shkak se vlerësim... Mon pjam njeni si vlerë edhe kësi kontribut për shkak kritika si javë kanë bëhet pa baza, si ju keni mri 51%? Për bes për i kanë kontribu ko që shumë. Ta është në rrasë e morën mërgatën, në rrasë e ti e tollë mërgatën për 4-5 vite në për studio televizive, ata në një momentum, ta në rrasë se partit politike e bojnë gabimin që tentojnë një kundërdatës në stetit, për shkak se kretë kuptohet që arsyeja kryesore është sa ma pak prezencë e mërgatës në Kosovë, atëherë ata qohen para ditës zgjedhjeve edhe me aeroplana, vetura, autobusa, edhe sikur Apache vinë edhe e shkaktojnë një rezultat çfarë është shkaktu. Tash, çështja e rolit të mërgatës shumë është e thjeshtë, edhe qartë që duhet më shpjegu. Hajde fatan. Kushtetuta e Republikës Kosovës e ka të definuar. Çdo qytetar i Republikës e gëzon të drejtën e votës. U kry debati këtu. Kush është ai që thotë po mërgjimtari nuk duhet me ndiku në jetën tëmë në Kosovë se është qytetari i Republikës, po me kushtetutë... Është qytetari i Republikës Kosovës. Me kushtetutë... Nuk jeton, nuk ballafasohet, kontestimi është ose ajo paralizma si botë, a mund me vendos dikush që nuk i nënshtrohet ligjeve, problematikave të Kosovës, me vendos në fatin e Kosovës. Çdo vend të botës është e definuar. Ai që është shtetas i çatij shteti, shoqënisë republike e gëzon të drejtën e votës. Italia ka proces të organizimit të votës e diasporës edhe për kontinente tjera ku jetojnë italianët. Edhe tjetra, nuk duhet me harru fidan. Kush e ka mojt gjallë Kosovën vitet 90-ta? Është fakt që sistemin paralel e ka mojt diaspora, nuk kanë të stojnë asë një meri. Kush e ka financu luftën e UÇK-s edhe i ka ble armatimet? Diaspora. Kush e ka rindërtu Kosovën mas luftës? S'ka fjalë, diaspora. E diaspora do të me abstenu tash? Jo, unë nuk kom se nuk i speshtroj hamencimet, polemikat, kritikat, balancat. Që a mund të vendos dikush për fatin e problematikat... Në nëse kërkush nuk mundet me kontestu, që vitet e 90-ta... Se zgjedhjet jenë proces zgjedhor, nuk është jashtëzakonshëm, mas luftas, organizim, mas kontribut, prej këtirja kontore, zgjedhjet jenë zgjidhje për dikon që i merr me të zgjedhje problemet në rast se themi edhe nuk mundet kërkush me kontestu, që pjesa me madhe kontributit të mbjetesës së popullit shqiptar të Kosovës vitet 90-ta është mërgata. Në rast se themi që Kalashnikovi i ushtarit të UÇK-s është ble me mjetët financiare, me mundin e mërgatës. Edhe në rast se themi që në Kosovën e pas luftës, ma shumë se sa komunitetin ndërkombëtar që ka investu, është mërgata që ka rindërtu Kosovën. Marrëzia me madhe është më vën pikë pyetje e rolit tyne për shoqërinë kosovare. Zoti Peci, po du më nalë pikërisht e kjo. Po nese, po tjetër është, unë veç nuk po kuptoj. Do thotë që ta që përshuhujnë që dolit shumë gabim, edhe neve në qëtëm prapë me mbi 50%, qësh mërës po nalën. Po thotë, qësh nuk nalën këta. Ashtë i drejtë se cili me pasi mendim, zdo të thotë që ti vazhdo me mbroj teorinë edhe mendimin tënë. Po në regu veç, do thotë,
Bi 50% për një distancë 10 mujore, dhe thot prej 42 me 51 diku një nga shku atje, nuk ka përfunduar në procesin numërimit, është distancë shumë e madhe. Ata që kanë amincime, se so është fitore korekte, e sinqert, thojnë që këtu jeni sabotu dhe gjitha ka qenë, se një pjesë e madhe njerëzëm ka dalë me botu, pa diasporin që dalë 30%, edhe gjitha kjo ka qenë një strategji për këtë 6 mujorshin. Jo. Një pjesë e qka? Një pjesë e kontestojnë që është fitore e sinqert, pasi që këtu një pjesë e vogël e njerëzve kanë dalë me votu si pas tyre. Është një përqindje shumë e vogël, edhe diferencën e ka bo vota diasporës. është bojkotu si pas një pjesë njerëzve. Nuk kom statistika, po i kom një qëndrimet dhe po unë jam ka gja pasionat e statistikave. Numri i pjesëmarrjes qytetare është më i lartë se sa në shkurt. Vërtet që ka kontribu prezenca e Mërgatës, se u konë në një timing, në një interval kohor, ku ata i në konë në pushime. Është me matë si në shkurt për ata, konsiderohen si votus diasporës, por si pas tyre statistikave njerëzve të mërënshme dhe këtyne që kanë ikë, ata janë vetë Kosova. Mërgata, qytetarë që është i Kosovës, ajo vetë Kosova, edhe nuk gudzën, po që këtë diskurs me do të më nalë. Unë nisë për shtrujpytje. Unë menoj që do të më nalë, se është debati te për çështje përcaktuar me kushtetut. Je shtetas i Kosovës, e gëzën drejtën e votës. Shoqënia kosovare ka detyrim ligjor me ja mundësu aty në formën e votimit, a me prezencë fizike, a me post, ose në konsulatat dhe ambasada. Kaq? Zoti Peci, po du më nalë të çështja e zgjedhjeve të fundit, çka ndodhi? A keni besuar, a keni prit 50%? Ka qenë e pabesueshme? Unë personalisht ku menu që mundem me shku prej dikon rreth 47 dhe 48. Që atë kom pas mathin them personale, kom thonë rritje kemi me pas, jem koni bindën 100%, për ndoj me ty një pjesë të diskutimit që kom pas me lider të partive politike, kur jemi ullë me diskutu për çështjen e datës së zgjedhjeve dhe mundësin që me shku në një seancë për mi zgjidh disa tema, sikur që janë marrëveshje ndërkombëtare, zgjatjen buxhetore, planin e rritjes Bashkimit Evropian për Kosovën, në mes tjerash, unë i këmë thonë, me qëse për realizoni të drejtën legjitime dhe legale për me shku në zgjedhje, se këtë është normal opozita me synu me shku në zgjedhje, hajde të bojmë qëto veprime dhe qëto aprovime për shkak se këto nuk shkojnë në disfavorin e juj. Kur ata kanë insistu mos me shku në një seancë të tillë, unë jam këmë thonë shumë sinqerisht. I këmë thonë që jam i bindun që me qëtë qasë që keni pas prej 15 prillit deri kënej, ju këmë thonë, s'pju thëmë as para kamerave, as para audiencës që sot për ndoj me juve, ju këmë thonë që ju s'keni me rrit as një vot. Kjo është dukzive, kështu ju ke thonë, s'keni me rrit vota? Ju këmë thonë që, mon e men që apo ju thëmë, ju që a jeni lider të partive opozitare, as një vot ma shumë se sa në shkurt nuk keni me realizu, na kena me marrë vota ma shumë. Ka pas edhe talli kështu me të qeshura me za, kuptimin që unë po flas që thëjnë Gjakov Muhalife. Kush keshi? Desën e për këtë detare, faton, desë për me bona e lemë, se kjo është ekskluzive, që aty rëfet faton Peci, s'fari parë në lider të opozitarën ta kim të president. Okej, lisë u konë ta kemi mbyllën, s'pëdu me shkua, nej, po ka pas për... Kanë kesh, do mon keshën me ty kër ju thes që kini me dalë ma kesh. Talli, kështu, adin, dhe me këtë që abat letë. Thatë, kena prit për vetë dhe i kun prit 47%. 47-48. Qka ndodhe? Ta shkom drejt me shtru pytin se ju kanë thonë që kini përdojrë dhe makineri propagandistike, kini pas shtetin në dur, i keni përdorë mekanizmat shtetnor, infrastrukturën shtetnore. Unë nuk kom të qëndrim Zoti Peci. Nuk jem pikastarë që kom të qëndrim, nuk të shtëri pytje. Po jo bre, do thot në institucionin a i nakon edhe në zgjedhjet e shkurtit. Po. Që ato zyre, asete shtetore nuk i kena përdorë. Se në fushat edhe atëherë dhe tash për shamull, asë një aset shtetore se kum shfrytzu. Çka ndodhi faton? 5-6 veprime që i kanë parapri rezultatet në mbi 50%. Cëllat, jo, bashkë po du mi ditë me një opinion juj, si njërë pi partnerve kërësorë të vizën në ndosje. Si jemi fut në seancën e parë, refuzimi me verifiku mandatet. Ajo konë autogolla e parë që opozita e ka dhënë vetit. Do thot ata e mohun edhe madje edhe vetë vetën. Do thot vetëm kënë kundër. Edhe opinioni kosovare pa që do thot logjika aty në është blokuse. E dyta, gabimi tyne i madh strategjik, ka qenë mos votimi i Albulin Haxhiut për kryetar të Kuvendit. Përderisa ka një vendim të gjykatës kushtetuese që ta shpjegon qartë që kryetari i Kuvendit i takon partisë ose koalicionit që ka dalë me numrin më të madh të votave, nuk mundesh me hinë në një debat të diskutimeve, jo më pëlqen X, s'm pëlqen Y, nuk mundet ky, s'mundet ai. Nuk mundesh ti tash me hi me shti dur tek partia ose koalicioni tjetër me përcaktuar se cili është i mirë, cili është i keq, cili është i pranueshëm, cili s'është i pranueshëm. Dikur edhe vetë vendosja ka bënë një çështje të tillë Zoti Peci kundrejt Zotit Besierin atë fond. Dëgjoj,
vetëvendosja ka evoluu, mos me pa evoluu, vetëvendosja ish me 14 deputet, nuk ishtë ka 58 e 60 deputet.